Ja, çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani vezë çdo mëngjes? Konsumi i vezëve është shumë i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm. Përmban të gjitha elementet ushqyes thelbësor që kërkon trupi. Për më tepër, vezët janë burime potenciale për të rriturit dhe marrjen ditore të proteinave. Ka disa efekte në trup nëse konsumoni një vezë çdo ditë për mëngjes. Ato ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë dhe eliminoni kështu ushqyerjen me ushqime jo të shëndetshme. Vezët janë një burim i proteinës. Konsiderohen një burim i mirë i proteinave pasi mund të sigurojnë edhe një ngopje më të mirë dhe performancë më të mirë të muskujve. Ndihmojnë në humbjen e peshës duke u mbajtur të ngopur dhe eliminojnë konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Vezët forcojnë imunitetin dhe janë të pasur me selen që përmirëson imunitetin dhe rregullon hormonin e tiroides. Vezët mbrojnë trurin. Janë të dobishme për trurin pasi përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore siç është kolina, të cilat promovojnë shëndetin e trurit.